Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu me trajnerin Gustavo Felice Lamasa, trajneri i ri i ekipit Bulqizës, i cili do të na japi një deklaratë për shtyp, signore. Ciao a tutti. Përshëndetje të gjithëve. Io vengo da un villaggio molto bello in Italia. Trajneri po thotë që ka bredhur të gjitha vendet e botës në Itali dhe vjen nga një lagje shumë e pasur. Quando mi hanno visto al porto di Durazzo, mi hanno fatto l'offerta e così sono l'allenatore di Albania. I ka shkuar një delegacion biznesmenësh të ndryshëm shqiptar për t'i ofruar postin e drejtuesit dhe më në fund ranë dakord në Durrës për ta pranuar ofertën e tij. Sì. Il campionato ha un livello debole. Ka një debulesë të veçantë për nivelin e kampionatit tonë shqiptar. Sì. Un paio di ragazzi del villaggio che corrono dopo la palla, come questo tipo vicino a me. Pavarësisht origjinës të disa lojtarëve të cilët janë në një nivel të kënaqshëm futbollistik, luajnë në nivele shumë të mira dhe falenderoj për kthyesin që kam në krah. Lo stadio ha un condizione terribile. Stadiumi është në një nivel të tmerrshëm për mirë, gjë që nuk është arritur akoma në Itali. Mi ricorda i campi delle campagne dove coltiviamo le patate. Stadiumi më i mirë që kemi në Itali është një stadium që ndodhet krah fabrikës së patateve dhe është modeli i cili është ndjekur me përpikmëri nga vetë shqiptarët dhe këtë gjë kanë bërë më së miri. Faremo il massimo, ma per adesso i ragazzi devono imparare coordinazione destra-sinistra. Po çunat janë, siç e tha, pra në një nivel të kënaqshëm, japin maksimumin. Megjithatë, po shohim se cilët lojtar do të preferohen më ngjyrashët apo të djathtët. Grazie a tutti. Zoti bekoft ju, Zoti bekoft gjithë Shqipërinë, ju dua fort, është kënaqësi që fola me ju.